Ndodhemi këtu në qendrën më të madhe të votimit në Prizren, në Ortakall, më saktësisht në shkollën Abdul Frashëri. Deri në orën 11 është parë një numër i konsideruarit qytetarëve të cilët e kanë shfrytzuar të drejtën e votës, por pas orës 11 shihet një fluks edhe më i madh qytetarëve të cilët kanë dalur të votojnë për të parin e komunës dhe për asamble. Deri më tani, sipas drejtorit të shkollës Alidin Flugaj, kanë shfrytzuar të drejtën e votës 600 qytetarë, nga 6196 qytetarë të cilët kanë të drejtë vote në këtë shkollë. Ndërsa në aspektin e sigurisë, zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, tha se deri në orën 11 nuk ka pasur asnjë incident në këtë pjesë, gjithçka ka shkuar qetë, policët kanë dalur në terren dhe të gjitha qendrat e votimit në rajonin e Prizrenit janë hapur me kohë. Kallzo.com do vazhdoj të ju mbaj të informuar në lidhje me situatën e votimit në rajonin e Prizrenit. Në vend votimin tonë në shkollën fillore Abdul Frashëri, vend votimi është hapur me kohë në orën 7. Ana teknike sa i përket shkollës ne kemi bërë gjitha përgatitjet, gjithashtu edhe në gjitha vend votimet sa janë 8 në këtë shkollë. Janë bërë gjitha përgatitje teknike dhe gjithçka ka shkuar mirë deri në këtë kohë. Në orët e para të mëngjesit numri i votuesve ishte i vogël, mirë po tani më veç numri është rritur dhe diku kam rri rreth 598 votues derisa në këto momente që po flasim. T'ju them të drejtën, fillimisht më duk që kanë një interesim të vogël të njerëzve, mirë po tani më gjendja është mirë dhe numri i qytetarëve me të drejtë vote është i madh. Vlen të theksohet që në këtë shkollë të drejtë vote kanë rreth 6196 votues me të drejtë vote. Në bazë të asaj që keni pa prej orës 7 në mëngjes, ka pas ndonjë paregullsi ose kanë pas probleme qytetarët me gjetë emrin ose gjona të vogla gjatë prej orës 7? Sa i përket ndonjë lëshimi eventual, nuk ka pas ndonjë diçka që të ketë ndikuar tek qytetarët, edhe pse ka pasur disa lëvizje të qytetarëve cilët kanë qenë si votues në këtë qendër dhe pastaj nga KQZ pas kanë vendosur në qendra tjera të votimit, e cila ndoshta të qytetarët ndikon pak në lëvizjen dhe endjen e tyre derisa ta gjejnë qendrën e votimit.